edhe me reformën e madhe, atëherë këto e kanë futur në burg amerikanë dhe europianët. Tani, të gjithë lidat e opozitës të arrestuar me procese, kështu e mori Rama mandatin e 4. Zoti Berisha 1 vit në arrest shtëpie prej moshës, se do ishte arrest me burg. A ka ndikuar jetën politike të PD-s? A ka ndikuar mbështetjen? Në 5 muaj që doli nga arresti, sa mund ngreshti, Zoti Meta u arrestua, po pse u filmua në atë formë? Pse u morë zvar dhe u godit? Pse është i zonjës Gjoka? Po i marrë me radhë. Andrea, më lejo t'i them të rëndësishme se çështjet do ndjekin rrugën ligjore. Çështjet kanë rënë gjitha, ka marrë vendim një gjyqtar e cila s'duhet ishte gjyqtare. Nuk ka më çështje, por kronologjia juaj është që ju po e hidhni totalisht poshtë drejtësi, po thoni që është përdorur drejtësia për sulme ndaj opozitës. Nëse ne heqim emrin e Shqipërisë dhe themi në vendin X ka ndodhur kjo gjë. Zoti Berisha është arrestuar pa akuzë, ka qenë hetim. Nuk ishte akuzë, akuza është ngritur 2 muaj para se dilte nga arresti i shtëpisë. Dhe këto duhet Zoti Meta prap një vendim drejtësie që ti bëjnë. Jo, por ne po flasim si ndodh në vendet demokratike. Në vendet demokratike jo nuk bëhet fjalë të arrestohesh pa akuzë. Vetëm në hetim. Ti mund të jesh në hetim gjithkohës. Por dhe kur ka akuzë politikanët, të gjithë Sarkozy, Andreotti, Berlusconi, Trump e të tjerë, po të gjithë më kanë bërë fushata, kanë qenë të lirë. Kur ti dënohesh, atëherë ti vuan dënimin. Përpara ti nuk arrestohesh. Në Shqipëri janë arrestuar Zoti Berisha në hetim. Çështje pa çështje. Nuk ka Zoti Berisha asnjë firmë aty. I dhënë drejti trashëgimtar i familjes tretë më të pasur pronare në Tiranë, Begejat. Ka marrë 1/63 e pronës. Edi Rama ka firma për ta kthyr trullin për dhënë lejet, siç pra, ju zoti Bumçi mendoni që fakti që zonja Gjoka ka fshehur një dënim duhet t'i fshim edhe gjitha dosjet. Andrea, unë po t'jap shembujt. Andrea, të lutem se unë do jap disa shembuj. Çfarë tha gjykata lart? Gjykata kushtetuese. Në një vendim 9 muaj me vonesë. Çfarë tha? Spaku si ka bërë zonja Gjoka. Jo, pati një vendim gjykata kushtetuese për masën e sigurisë së Zotit Berisha, arrest shtëpie, që lidhet dhe me zonjën Gjoka, që e miratoi masën e sigurisë, që s'duhet ishte, pra ishte, thaj tej zgjatur, ishte e panevojshme, por çfarë vleri ka tani? Dëmi u bë politik. Marrim Partinë e Lirisë. Partia e Lirisë në 2021 ka marrë 107.000 vota. Në 2025 kandidatët e Partisë Lirisë, nuk garojnë vete, po u fut në listat tona, po me emra, nuk garuan gjitha qaqet, duhet ta them edhe këtë, por në ato qaqe që garuan kanë marrë 20.000 vota. Mungojnë 80.000 vota. Ja, disa mund të kenë votu për kandidate pra, është kjo goditje që thonë jo. Po ti ke 7-8 mandate që i ka marrë nga arrestimi i Zotit Meta, ti ke 7-8 mandate që janë marrë asaj partie, se prandaj u arrestua. Ja, të marrë një shembull tjetër. A ju morë mandati Fredi Belerit? Po kur fiton mandatin ti bën betimin? Ti e humb mandatin kur apeli ka dhënë vendim të formës prerë. Po kryetari i Bashkisë së Rogozhinës vazhdon ende të jetë me akuzë përzidhe, vazhdon të jetë detyrë, po ti ke kryetar të tjerë Bashkisë, Tropoje, Roskovec e tjerë që vazhdojnë. Atëherë, tjetër, po marrë dhe një, po opozita ka kryetarët, ku godet kryetarët. Një bie që edhe ndaj mazhorancës ka patur aksione të tilla të Spakut, ku këto zyrtarë kanë dalë me pretendimin që në një mënyrë janë kanë shkuar në proces këto akuzat ndaj këtyre tjerëve. Zonë Gjyti, po jap një shpjegim shumë të thjeshtë për atë që thonë. Është standardi i Spakut ky dhe i drejtësisë së re që po procedon në këtë formë, jo të drejtë. Një pyetje thjesht, si më thënë që kur u largua Sajmir Tahiri, u paksua apo ushtua droga në Shqipëri? Nëse ti godet një ministër të brendshëm, të gjithë tjerëve duhet i futet frika. Thot, u godit ministri i brendshëm, po çfarë jam unë drejtor? Po çfarë është një grup kriminal? Tu pas ka vullnet me luftu krimin. Droga ushtua mbas largimit Sajmir Tahirit, nuk u paksua. Ushtua. Trafiku i kokainës është shtuar, pastrimi të ardhur është shtuar. Po si mund të ndodhi që ti godet ministrin dhe shtohet fenomeni? Po, mbas e largimit të Zotit Ametaj, që u akuzua e largua, që ndodhi me zëvendës kryeministën tjetër? Po ne pam skandalin me tunelin e Llogaras, ne pam portin e Vlorës, ne pam 2 tecet anien, pra, tu korrupsioni nuk goditet Rama se ti godet ushtar oficer general poshtë. Se sistemi është ai. Sistemi është ai. Po kur godet krerë të opozitës,
ti ke nështru një popull tërë, i ke... Zoti Bumshi, a vlen ky standard për zonjën Gjoka që thoni për çështjet të cilat ndiqen prej saj që praktikisht bien? I njëjti standard mund ndodhi edhe nëse del një gjyqtar tjetër për çështje që ndiqen ndaj zotit Veliaj. Tani edhe një herë, trim të gjërat makro që mos humbim detaj. A vjen edhe dy fjalë dhe përfundova. Drejtësia goditi kryetar të opozitës vit zgjedhor, e thot në Kongresin Amerikan para 2 ditësh, e kanë thënë në dëgjesën më parë, e thot Parlamenti Evropian, që në vit zgjedhor u arrestuan dhe u hapën çështje për gjithë krerët e opozitës. Në çdo vend normal, ka vetëm një shpjegim. Ti do të nështrosh opozitën. Qartë. Prit edhe dy fjalë, të lutem. Po. Na hoqën emrin e 3 ditë përpara zgjedhjeve lokale 2023 gjykata e apelit? Na e dha prap gjykata e lartë. Na kishte dhënë shkalla e parë. Po sa bashki na hikën ne që na hiku emri? Po ne na u shujt fushata. Se s'kishim fonde. Ja shuajtët fushatën vetë. Jo. Zoti Bumshi që në 2019 Andrea, mandatet që dolën nga bashkitë, të lutem. Ka vajnë Irina Gjoka pra të më dëgjoj pak Andrea, fakte, po unë po rritë fakte, nuk po them. Në vit zgjedhor ishte dhe arrestimi. Ne fituam 7 bashki. Ishte dhe arrestimi zotit Veliaj. Të lutem më dëgjoj pak. A duhet ta afektonte kjo fushatën? Zoti Veliaj është vendimi i Ramës që nuk e cënonte Tiranën. Sepse ju thash, më fal. A hiku Gjitsi, Safet Gjitsi a hiku tjetri nga Dibra, a i fituan më thellë, sepse Rama ka regjimin, a i e mban, diktatorin mban regjimin, nuk ra komunizmi kur u fut në burg, Kadria Zbiu, nuk ra komunizmi kur vdiq me Meçeu, se diktaturat kanë një sistem që e mban njëshi. Pa edhe kur Enver Hoxha zgjatja akoma në 2023, Andrea, 2023 na hoqën emrin e partisë me sistem gjyqësor na hoqën Andrea. Ishte e pa drejt, na dhan goditjen zgjedhje. Fitum 7 bashki. A e diti që 15 bashki tjera do lëvizshin mandatin për 50, 100, 200 vota? Po me atë dhunë që u bën zgjedhje, ç'a janë 200 vota, 300 vota? Pjesë e atyre i morët ç'a janë 50 vota akoma. Ç'a janë histori e gjatë kjo. Andrea, mos i hym luftës më dë, lutem se nuk dua që të lutem PD. Dhe e fundit, Andrea e fundit. Me çfarë standardi duhet të operojë drejtësia? Me sistemin faktet publike janë këto. Që të arrijë të sulmojë sistemin. Pra duhet vi me fadrom drejtësia që të arrijë sepse që ta kapësh në rrënjë. Unë po jap fakte publike dhe e përfundova me shumë nuk arrin ta luftojnë dot drejtësinë. Me faktin e fundit. Futin burg kryetar të opozitës, na hoqi emrin e partisë 3 ditë përpara zgjedhjeve, e la vendin 3 vjet pa gjykatë kushtetuese. Kush cënohet kur nuk ka gjykatë kushtetuese? Qeveria? Po qeveria merr vendime. Gjykata është për të kufizuar qeverinë që vendimi jot cënon pronën të drejtën e fjalës, lirinë e medias dhe kështu me radhë, të drejtat e njerëzit. 3 vjet pa gjykatë kushtetuese, kush është cënuar? Opozita dhe qytetarët apo Edi Rama që merrte vendime pa gjykatë? Ja pra se si sistemi reforma në drejtësi u bë për të nështruar këtë vend. Zonja Gjyli? Atëherë, po flasim për një drejtësi të re. Dhe kjo drejtësi e re duket sikur një farë mënyrë është duke u gjendur edhe pak si pa rrugdalje në kushtet ku ndodhemi sot, kur në retorikën e zotit Bumshi. A është një gur i madh ky nuk funksionon. Po pra, kjo strategjia e funksionalisë. Jo, kjo çështja e zonjës Gjoka, është një gur i madh në këtë rrugën që